Përshëndetje, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili, pikërisht në kanalin Sot do të nisim komentime, do të sjellim video të ndryshme në fakt tek ju, po fillimisht një herë këtë 8 minutësh do t'ja përkushtojmë fermës VIP, analizës së ngjarjeve të fundit që po duket që situata pak edhe produksionit po i del jashta kontrolle. Ditën e djeshme, Blerina dhe Bujaka patën një luftë të madhe mes njëri tjetrit. Siç duket, fermerët brenda në fermë nuk e durojnë dot as Bujakën, por as edhe Mozën. Bujaka dhe Moza janë bërë një super fuqia, nëse fermerët e tjerë kanë një grup të gjerë, kanë një, janë 3, 4, 5 fermerë të cilët janë në të njëjtin rrjet, të cilët po bëjnë të njëjta qëllime, të cilët po luajnë të njëjtën lojë për t'i djeg fermerët e fuqishëm, që në këtë rast është Moza, është Bujaka që ka hyrë me një super strategji dhe po qëndron në front. Bujaka po qëndron në front, siç duket po i lodh fermerët e tjerë të cilët kanë hyrë për qefin e tyre. Tani ferma nuk është një të ikësh thjesht në mal dhe të qetësohesh dhe relaksohesh. Nuk është një largim nga përditshmëria. Ferma është një luftë që ti duhet të luftosh për ta fituar atë 200.000 euro. Dhe pa marrë parasysh se në cilën periudhë ka hyrë Bujaka brenda në fermë, mua më duket djalë i guximshëm dhe mua më duket djalë i cili gjërave u shkon deri në fund. Do të thoni pse? Luftrat më të madhe Bujaka brenda në fermë i ka patur me banorin më të fortë, me Ilirin. Iliri duket që nuk e do fare, nuk mundet edhe ta shikon, do të thënë inati, urrejtja dhe mblefi i Ilirit kundër drejt Bujakës është personale. E urren me shpirt, e ka personale këtë pjesën. Nga ana tjetër, Blerina e ka shumë të vështirë dhe Romiri që ta bindin veten që Moza dhe Bujaka duhet të jenë atë shtëpi se i do publiku jashtë dhe janë lojtarë të sinqertë dhe kanë përzgjedhur me sinqeritetin dhe me drejtësinë e tyre t'ja dalin deri në fund. Do të thënë të bëjnë diçka të bukur dhe Bujaka edhe Moza këtë gjën e bëjnë me shumë krenaria, këtë gjën e bëjnë me shumë energji të bukur, këtë gjën e bëjnë me shumë pozitivitet. Tani ditën e djeshme, produksioni nuk solli zarf të zi në shtëpi. Nuk toleroheshin ca gjëra të tjera, për shembull përjashtuan Malborën, përjashtuan. Në thonjza pa thënë asnjë gjë, ndërsa nuk përjashtojnë Blerinën, e cila thot ja qi b më falni në shprehje edhe një herë, po do të thënë e ka përdor këtë gjuhën kundër drejt Bujakës. Ç'do të thotë kjo gjë? Do të thotë që zënkën ti nuk e përballon, luftën brenda fermës ti nuk e përballon dhe ti e skalon nga vetja dhe shkon tek dera jashtë qan dhe Romiri të vjet të jep mbështetjen. Duke të thënë që mos ja var atij, mos u merr me atë sepse ti nuk e përballon dot superfuqin si lojtar që ka ky djalë. Se unë e shoh që Bujaka nuk e ka në personale, se po ta kishte Bujaka dhe Moza personale siç e kanë këto, nuk do t'i flisnin më njëri tjetrit. Do të mbanin mërin, do të mbanin inatin, do të çonin mblefin e tyre deri në fund dhe këtu do me thënë do mbaron të gjithçka. Por unë shoh një Bujak i cili pa marrë parasysh zënkave, pa marrë parasysh dinamikave, pa marrë parasysh urrejtjes së madhe që tregojnë kundër drejt tij, në fund të ditës është shumë paqësor. Në fund të ditës është shumë njerëzor, do të thënë kthehet shpirtërisht tek të tjerët. Këtë gjë në fakt e pash edhe te Moza e shikoj në të gjitha dimensionet, Moza është njëri shumë i ëmbël. Pa marrë parasysh çfarë të ndodh, si gjërat të ndodhin, në çfarë dimensioni të kalojnë ato gjërat, Moza është shumë njerëzore. Moza është shumë paqësore dhe mua kjo gjëja realisht më bën që të dua edhe më shumë fenomenin Moza. Tani Bujaka dhe Moza janë të vetmit në shtëpi, do të thënë janë forca e vetme kundër drejt njëri tjetrit. Nuk e di nëse i shikoni mirë gjërat. Moza luftoi që Bujaka ta fitonte sfidën,
luftoj, do të thënë e bëri të pamundurën, e pa problematikën e ngjyrave në prajmin e fundit, i vrapoi nga mbrapa, u gëzua shumë që fitoi bujaka dhe shikoj që kanë krijuar një shoqëri shumë të shëndosh, një gjë që jam i bindur që do të vazhdon edhe jashtë. Dhe nga ana tjetër, kemi dhe Kostanën që është bërë pjesë e kësaj shoqërie fantastike, por kemi banorët e tjerë të cilët nuk e duan dhe kjo shoqëri ju pengon, më thënë kjo shoqëri ju sjellën siklet, ju sjellën stres, ju sjellën nervozizëm të brendshëm. Unë uroj me zemër, sinqerisht, uroj me zemër që Agai të vepron ashtu siç duhet. Pa marrë parasysh që Blerina është vajza e një artistit, unë e respektoj pafund vlerën që ka babai i saj, kontributin që ka dhënë në artin shqiptar, në asnjë mënyrë nuk mundem që ta vë në tokë, por nga ana tjetër, shoh domethënë një bujak i cili është luftëtar, është i zoti vetes dhe lufton masovikisht për të qenë në qendër të vëmendjes dhe për ta fituar dhe për ta marrë këtë lojë. Mendoj që Mimoza dhe Bujaka do ta kenë shumë të vështirë qasjen në lojë dhe në sfidë. Tensionet janë shumë të rritura, tensionet janë shumë të shtuara dhe mendoj që vetë çifti në lojë, më duhet ta potencoj këtë, do t'jenë gjithmonë në qendër të vëmendjes të banorëve sepse duan që t'i nxjerrin nga vetja. Por për mendimin tim, unë them që Agai duhet të vepron menjëherë pas fjalës që tha Blerina, sepse është bërë virale, dhe duhet që të merr një vendim dhe jo të toleron fjalë të këtilla. A nëse Mimoza do ta thonte një gjë të tillë, jam i bindur që do të kryqëzoheshte si Krishti në kryq dhe nuk do të toleroheshte në asnjë mënyrë që Mimoza të ngrinte kokë nga opinionistë dhe nga gjithçka. Tani derisa Blerina ka këtë gjuhën dhe nuk e përballon dot një debat me Bujakën, sepse unë e pa çfarë niveli ishte debati, nuk ishte ndonjë nivel wow, debati që mos ta përballon dot, sepse kemi parë debate edhe më të rënda, kemi parë debate edhe më të zjarrta që janë përballuar. Mendoj që në këtë rast, domethënë Mimoza duhet të jetë shumë afër Bujakës dhe duhet marrëdhënien e tyre ta kenë edhe më të fortë. Edhe pse në fakt unë e pres që Agai të tregohet i drejtë me shikuesit dhe gjithçka, ndoshta nuk do ta nxjerrën nga ferma Blerinën, sepse edhe është në televotim, por mendoj që do ta çojë edhe tek dhoma e Fakirit, sepse unë e pres që këtë të premte, realisht, nga ferma të largohet Henri dhe jo Blerina, po mund të ndodhë edhe Blerina, sepse shikoj që është e tensionuar dhe e lodhur dhe mund të del situata nga kontrolli. Do me thënë, është e gjithë shtëpia kundër Mozës, është e gjithë shtëpia kundër realitetit, të cilin këto nuk e duan dhe nuk e pranojnë dot në asnjë mënyrë një personazh siç është Mimoza. Dua të marr mendimin tuaj në koment.